Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala al-mursalin wa ala habibina wa rasulina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet I takojnë Allahut krijuesit të gjithësisë për të gjithë gjërat e veçanërisht për ndërimin dhe lartimin dhe begatinë më të madhe deri në përjetësi udhëzimin tonë Islam. Paqja dhe bekimi I Zotit qoftë mbi krejt profetët, vullën e tyre, dashmin e zemrave tona, Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij nderuar, shokët e tij besnik, paqja dhe bekimi I Zotit qoftë mbi krejt ata që besuan, ndoqën dhe ndjekin deri në ditën e fundit. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë temën e madhe dhe të rëndësishme, sunnatullah, tradita e Allahut, sjellja e Allahut, e patjetërsueshme, e pazëvendësueshme, e pashmangshme, e pandryshueshme me krijesat e veta, në varësi të bindjes dhe mosbindjes tyre ose lidhja shkak pasojë sipas kanonit hyjnor. Jemi në temën e ligjeve të Zotit, kanonit hyjnor për sa I përket padrejtësisë. Tham, padrejtësia më e madhe është padrejtësia me Zotin, me mohu Zot ose me I bë shok atij, që është idhujtaria, me të gjitha llojet e veta. Dhe padrejtësi me njerëzit, me krijesat e Zotit. Tham që Allahu për mëndjet vet, nga dhënjime dhe fitaren do t'ja japim bartësve dhe atyre që përpiqen për drejtësi. Dhe e urrejnë padrejtësinë dhe edhe pse I lej far kohe për cilën do flasim sot, në emrin të Allahut, dhe më duket sikur është jetë gjatë ose e fortë ose e qëndrueshme, Allahu e shkatërron atë. Pra, padrejtësinë kuptohet mbartësit e padrejtësisë, njerëzit. Sot një detaj ose I ligj që është më detajues në këtë ligjin e përgjithshëm të padrejtësisë është që nuk shpëtojnë, pra nga ligjet hyjnore është që nuk shpëtojnë padrejtët. Çfarë do të thonë nuk shpëtojnë? Nuk I shpëtojnë dëshkimit të Allahut ose çbërja e sistemit tyre apo shtetit tyre apo veprimtarisë tyre. Pra nuk I shpëtojnë ndëshkimit dhe shkatërimit të Allahut. Ka dhe kuptim tjetër, se kjo si shprehje është shprehje kuranore. Nuk kanë sukses. Domethënë përhershëm ose të vazhdueshëm. Përhershëm jo se jo, pas të vazhdueshëm apo jetë gjatë. Allahu për mëndjet vetë thot në Kur'an duke urdhëruar profetin alayhi salatu wassalam, "Qul ya qaumi", thuaj Muhammed o populli im. Pra ishte koha kur përballja e profetit alayhi salatu wassalam dhe ndjekësve të tij me idhujtarët me të pafetë e Mekës ishte ashpër. Ishte ashpër, ishte fort. Thuaj o populli im, i'malu ala makanatikum inni amil. Ju vazhdoni në drejtimin tuaj, pra në punët e juaja, pra në kundërshtinë tuaj, në përgënjështrimin tuaj të shpalljes hyjnore, dhe unë do vazhdoj, dhe unë do punoj, pra me drejtimin tim, që më ka urdhëruar I Madhi Zot. Fasawfa ta'lamun, e sigurt që do ta mësoni. Çfarë do mësoni? Ligjin e Zotit, në lidhje me kokëforsinë dhe në kundërshti të urdhnit hyjnor. Në këmbgulje të mosbesimit. Pra do ta mësoni fasawfa ta'lamun man takunu lahu aqibatu ad-dar. Do ta sigurt që do ta mësoni se kujt I takon përfundimi I mirë pra në këtë banesë, pra në këtë dynja. Në botën tjetër nuk diskutohet që ai që vdes, Zoti na ruaj, e mbyllshim gjithë jetën me iman. Në botën tjetër kush vdes I pa fe, idhujtar, mohuesi I Zotit, është përjetësisht në zjarr. Allahu mund të falë çdo lloj gjunofi, por këtë nuk e fal. Çështja këtu është për përfundimin këtë botë. Pra kush do ketë sukses në këtë botë, ju me kundërshtinë tuaj si idhujtar apo ne si besimtar.
Ju vazhdoni për drejtimin tuaj, unë po vazhdoj punën time, thot profeti alayhi salatu wasalam, i urdhnuar nga Imam Zot. Innahu la yuflihu al-zalimun. Se çështja është që, për çështja e Allahut, ligji i Allahut, kanuni i tij është që nuk shpëtojnë zullumqtarët. Zalimun, zullumqtarët pa drejtë. Nuk shpëtojnë dëshkimin e Zotit. Nuk shpëtojnë, nuk kanë sukses në kundërshtinë e vet, ashtu sikurse e shpjeguam. Çështja ky ajet Kurani, kjo kombëtes hyjnore që i drejtohet profetit alayhi salatu wasalam dhe neve gjithashtu, na bëhet i qartë që ky ligj, sikurse krejt ligjet hyjnore të patjetërsueshme, të pazëvendësueshme, pra sjelljet hyjnore me njerëzim, është i pashmangshëm. Shpreha innahu la yuflihu al-zalimun, dijeni pas se çështja është që nuk shpëtojnë zullumqtarët. Kuptohet që me që nuk shpëtojnë zullumqtarët në padrejtësinë e vet, dhe fjala padrejtësi këtu kryesisht e ka kuptimin padrejtësi me Zotin, mohim të Zotit ose idhujtaria, ose shoqërimi në idhujtari, në adhurim bashkë me Allahun, zotra tjerë, hyjni tjera. Në disa vende në Kur'an Allahu përmend më të madhen padrejtësi. Wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban. Dhe ku ka më të padrejt sa ai që sajon shpif për Allahun gënjeshtër. Pra sajon për Allahun cilësi që Allahu si ka. Pra kjo padrejtësia më e madhe në tekst kuranor, kjo është padrejtësia më e madhe. Dhe përsëritet disa herë. Një rast përsëritet wa man azlamu mimman mana'a masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dhe ku ka më zullumqtar, më të padrejtë se sa ato që ndalojnë mesazhet, xhamiat, vend sejdët e Allahut, pra që ndalojnë, pra pengojnë njerëzit të adhurojnë Zotin në to, wa sa'a fi kharabiha, dhe nxitojnë, pra janë zellshëm në shkatërimin e tyre, shkatërimin e xhamiave, e faltorëve të Allahut. Këtë rast ka ardhur, domthonë, në shkallën sipërore, pra nuk ka më zullumqtar, më të padrejtë se sa ai që pengon njerëzit të adhurojnë Allahun në faltorët e veta, për xhamia, dhe i shkatëron ato, dhe punon për t'i nxiton, për t'i shkatëruar ato. Ama gjithë rastet tjera që përmenden si kulmim i padrejtësisë ndaj Zotit është me i bo shok Zotit, me mohu Zotin, me format ndryshme që kjo temë vete. Atëherë, ato që nuk shpëtojnë dhe nuk kanë sukses, dhe nuk i hikin ndëshkimit dhe shkatërimit Allahut, qofshin të organizum, qofshin individ. Të organizum, ka dhe organizimesh deri ke shtetit, deri ke perandorit. Siç kanë marrë fund shumë perandori. Perandoria në Mrudit, perandoria e Faraonit, e tjerë. Nuk, fjala këtu, padrejtësi, ky ajet Kurani, tham, kryesisht është për padrejtësinë më të madhe, me i bo shok Zotit. Tash padrejtësia dihet që ka pasoja, siç e tham, në këtë botë në botën tjetër. Zotit nuk i bën askush asgjë, pra nuk i cënon, nuk i pakson Zotit askush asgjë, sa do ta kundërshtojnë atë, sa do mos i bindën atij. Dhe këtu padrejtësia është kundra vetes, me çfarë mënyre? Pra njeriu i bën padrejtësi vetes, pra dëmton veten, sepse e ka ndëshkim në Zotit pandashëm, pashmangshëm. Atëherë i bën padrejtësi vetes, e para punës me kufër, me mohim. Me mohim të drejtë për drejtë, ose me idhujtari, me adhuru bashkë me Allahun hyjni tjera.
i bën padrejtësi vetes duke i hyrë hak tjerëve, pra duke i shkel drejtat e tjerëve. Edhe kjo e ka sigur ndëshkimin e Zotit. Atëherë sunnetullah, tradita e Allahut, sjellja e Allahut e pashmangshme është që të gjitha këto lloje të padrejtësive ta kenë ndëshkimin e Zotit të pashmangshëm. Dhe janë të pasuksesshëm në kundërshtinë e vet. Nuk do kenë sukses në lidhje me atë që kërkojnë. Ajeti Kuranit që thamë ka zbritur profetit Muhammed alayhi salatu sallam kur përballej me idhujtarët e Mekës, edhe të tjerë që i shkonin mas aty. Çka kërkonin ato? Ato kërkonin që të ishin të lirë në idhujtarinë e vet dhe përrjedhoi mënyra e jetesës vet ishte e vartur nga ligjet dhe rregullat që ato i sajonin vet. Ato nuk e kishin të vështirë me thonë la ilaha illallah. Se kishin të vështirë me thonë la ilaha illallah. Pa e dinin mirë që me ta thonë atë fjalë, krejt mënyra e jetesës atyne do i nënshtrohej rregullave që ato pretendojnë që rregullat e kujt? Allahut që është një dhe nuk i bëhet shok atij as në legjislacion, as mënyrën e jetesës. Pra krejt jeta atyne do ndryshonte. Këtë kishin të vështirë. Se ne adhurojmë Allahun me bindje, me konceptin ton në njëshmërinë e Allahut dhe në veprimet tona. Ne kur i bindemi në veprimet tona, ne me gjuhën e veprave dhe të bindjes së vetë nështrimit, dëshmojmë që s'ka zot tjetër veç Allah, nuk i bindemi askujt veç Allahut. E dinin ato. Ato çka kërkonin pra? Kërkonin të ishin të lirë në jetesën e vet dhe në konceptet e veta për Zotin, për kuptimin e vet për Zotin dhe çka ka lidhje me jetën. Atëra ky ajet Kurani që thot la yuflihu zalimun. Zullumqtarët pa drejtat nuk shpëtojnë, nuk janë suksesshëm, nuk do arrijnë atë që kërkojnë. Në vend atëherë me që përjashtohen zullumqtarët me Zotin, kryesisht, edhe me krijesat e Zotit, përjashtohen nga të shpëtuarit, nga suksesi, atëherë suksesi ku kufizohet, ku kalon? Kalon ke pejgamberi alayhis salam dhe ndjekësit e profetit alayhis salatu salam. Allahu thot në ajet tjetër në Kur'an, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. E kemi bërë këtë ajet. Ne thot i Molli Zot, betohem që do t'i ngadhnjejmë, do t'i japim sukses të dërguarve tanë dhe ato të cilët besuan në botën tjetër dihet. Kush adhuron Zotin një është përgjithsisht në xhenet. Edhe nëse ka gjunafe, ca falen, ca s'falen, ca kryejnë dënimin, pastaj përgjithsisht janë në xhenet. Të kujt të japim ngadhnjim sukses fitore në fil hayati dunya, në këtë botë dhe ditën që do të çohen dëshmit, pra ditën e gjykimit, pra në botën tjetër. Pra jo vetëm fitoria e Allahut, por kraja e Allahut nuk kufizohet vetëm dhe mbetet vetëm ke profetët. Ke profetët dhe ato që besuan vetëm në botën tjetër, jo, në këtë botë dhe në botën tjetër. Një çështje tjetër. Ymetet popujt zhduken për shkak të zullumit për padrejtësisë që ato bëjnë vetë. Ajetet e Kuranit që flasin për këtë rregull, për këtë ligj, janë shumëta në Kuran. Po të shikosh ka stilistika kuranore, Allahu përsërit shpesh herë të njëjtën histori. Që lexuesi i Kuranit, simas numrit përsëritjes të historive, ose të rast të ngjashëm që është përsërit gjatë njerëzimit,
Dhe e ka konkluzionin në fund të historisë ose në fillim të historisë. Shpesh Allahu jep konkluzionin për ligjin, kanunin, rregullin e vet, nuk shpëtojnë dot zullumqtarët, pa drejtët. Ose tregon historinë pastaj rezultatin, domthon përfundimin, ose ligjin hyjnor. Për shembull, fakulti adabirul qaumin ladhina zalamu, u ndërpre trashëgimia, vjushmëria e popullit që bon patrici. Kur e përmend kët? Kur ka përmend historinë e një populli që u ka zhduk, u ka rrafshu krejt. Ose hel yuhlak ila al-qawm zalimun, a nuk shkatërrohen, a nuk zhbëhen, a nuk zhduken vetë sa i popull që janë zullumqtar pa drejt. Ky ligj kap to vetëm, jo të tjerë. Po si kap vetëm ato që përmenden në Kur'an. Ose ato që s'përmenden në Kur'an në mënyrë të veçantë me emra, siç është vendbanimi Pompeo d'Itali, ose ca qytete që kemi ne këtu. Ose shumë vende të tjera të botës. Gjithë kush e ka kultivu, e ka rrit, e ka zhvillu padrejtësinë, do kenë jetën përfundim. Wa laqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu. Betohem që i kemi shkatëruar brezat, pra brez mos brezi, të atyre që ishin para jush, posa ose pasi ato bën padrejtësi. Pra këtu është si formulë matematikore e qartë lidhja shkak pasojë. I zhdukëm popujt që kanë bën padrejtësi. I shkatërruan popujt që bën padrejtësi. Krejt. Padrejtësia një këndvështrim tjetër është dy llojesh. Padrejtësi që i bën njeriu vetes me shturje, degenerim, dalje, rebelim djallëzor nga ligjet e Zotit ose bindja ndaj Zotit, ose padrejtësi që i bëjnë njerëzit njëri tjetrit. E dyta, kjo është individuale. Tjetër është organizuar, padrejtësia organizuar kur është? Kur pushtetarët e një veni, e një lloj sistemi qeveritar ose pushteti, siç ka kalu bota lloj-lloj, sistem faraonësh, sistem feudal, sistem skollopornar, sistem perandorish, jo kapitalizmi, jo kjo, jo. Domthon sot ka demokraci, po mrapa sionizmi. Flitet për demokraci, po ato që po shohim për ditën më tepër, është sionizmi, sistemi sionist, që ka më pushtet se ajo së zbatimi i demokracisë në shumë vende të botës. Gjitha llojet e sistemeve. Ajo pavarësisht nga emri. Domthon qeveritarët, pushtetarët, ky është lloji tjetër, pra në këndvështrimin e organizimit, duke pas si të organizuar apo individuale. Këto janë ato që qofshin me emra musliman apo jo me emra jo musliman. Nuk ka lidhje, smundje është smundje. Pushtetar, pra padrejtësi që bëhet nga pushtetarët, kur i hyn hak popullatës, duke marrë ftyrën, duke i poshtru, duke i injoru drejtat e veta, duke i injoru personalitetin, duke i poshtru ose duke i kalu, domethënë, në popull që pastaj poshtërohen edhe nga popull tjerë. Siç ka shumë vende me popullat muslimane që janë vegla të tjetër kujt që janë musliman, bëjnë punën atyne, bëjnë politikën atyne, dhe po të shohësh një pjesë e madhe e popullatave muslimane sot, ke shqiptarë, domethënë, më tipike që mund të jetë sot në botë, që i kanë lujt politikat, edhe të hujet, edhe këto tonët, ai sa që një shqiptar poshtërohet për shembull në Evropë. Domethënë, festa madhe se u liruan vizat. Kaq vite, domethënë, injorim, domethënë tepër i madh. Edhe pse me ligjet e Evropës, popujt e pushtuan vendin ish pushtues, siç është Italia, Gjermania, do të hyjnë pa vizë. Asnjë se përmend. Domethënë, aq që poshtrom, aq i tajtum si bakti, sa që edhe i liçe kanë buë vet,
po shtetet e Evropës perëndimore nuk e përmend as ato, as to të shiturit tonë. Shqiptarët duke humbur në det, shqiptarët duke shkuar për shasitë e kamionave të vagonave, dhe se përmend kush as në Evropë. Do një shembull konkret, ose raste të tjera plot. Shqipëria ka vite që është deklaruar shtet eksperimental për sa i përket ushqimit. Nuk njihet kush. Edhe eksperimente të tjera. Kjo është padrejtësi e pushtetarëve ndaj popullatave të veta. Lloji i dytë pra duke pa nga këmbgështrimi i organizimit. Allahu që thotë në Kur'an, kam qasamna min qaryatin kanat zalime wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Sa kemi coptuar nga vendbanimet të cilat kanë qenë zullumqare. Këtu e ka fjalën për pushtetarët. Dhe bashkë me pushtetarët edhe ndihmësit e vet, nuk diskutohet. Edhe rritëm pra zhvilluam mas tyne, mas i shkatarrohëm, i coptuam, i zhdukëm popull të tjerë. Pra i zëvendësuam me popull, i zëvendësuam me popull të tjerë. Likulli ummetin ajal. Idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Për çdo ummet ka një ajal, ka një afat. Që e di Allahu, ka caktuar Allahu. Por njerëzit përveç profetëve që ja ka treguar Molli Zot, dhe diturinë e panjohur, e padukshme, nuk e din. Kur të vi ajali, pra kur të vi afati që ka përcaktuar Allahu për çdo ummet, as nuk e shtyn afatin, as nuk e përshpejtojnë dot. Kjo është në dorë të Allahut. Atëherë, shkatërimi i popujve zullumqar, ose pushtetarëve zullumqar, pa fjalë dyshimit, ka afatin e vet që e ka caktuar Molli Zot dhe e mban sekret në jetoninë e vet. T'japim një shembull. Ta krahasojmë zullumin, padrejtësinë me smundjen. Një person arrin një mosh, i bjen një smundje rond, e çon Allahu si shkak këtë smundje, si shkak që ti përshpejtoj në konceptin e robit, si ka Allahu është gjë tjetër, për që ta bëjmë të kuptueshme, ti përshpejtoj afatin e fundit, pra vdekjen. Zullumi, padrejtësia, një popull ose një grup pushtetarësh, ose një sistem, është si puna smundjes së rond, ke një njeri që ja përshpejton vdekjen, ardhjen e vdekjes, edhe zhdukja për një sistem ose një popull ose një grup pushtetarësh është ajali, pra shkatërrimi është vdekja, pra shkatërrimi atij sistemi, atij vendi. Domethënë, me fjalë tjera, punëtori, pra ndikuesi gjithmonë me lejet Allahut, se ndikuesi absolut dhe i vërtet është Zoti. Punëtori i vazhdimësisë në këtë botë është drejtësia. Kurse punëtori i shkatërrimit, i zhdukjes dhe i çbërjes individit apo një populli është padrejtësia. Kjo është më shkurt, s'kam si ta them. Pra, për çdo ummet, pra për çdo popull ka ajal, pra ka afat, thot Allahu në Kur'an. Shpjeguesit e Kur'anit thonë është fjala këtu për ky ajet Kur'ani për popujt zullumqar që Allahu ja ka nda ditën e shkatërrimit. Për ne është e panjohur. Nga që është e panjohur për ne, nuk do të thotë që kur na duket që shtyhet, po ja zgjat Allahu jetën zullumqarëve ose pushtetarëve zullumqar, ose një popull zullumqar, mund të jetë krejt popullata ose shumica dërmuese. Ose ne kemi qejf ti alim fajin gjithmonë tjetër, sidomos kur bëhet fjalë për politikanë, për pushtetarët e një vendi.
Gjëja e parë që do të bëjë robi, do të merret me vetë shofi sa i drejtë dhe sa i pa drejtë është. Kjo është kryesorja. Pastaj merret me tjerët. Pse çuditën njerëzit shpesh për vonesën e shkatërimit të Allahut zullumqarve në menin tona, se ka Allahu nuk ka vonesë dhe herët ose vonë, ka larg ose afër, ka Allahu e pojsoj. Nuk do të thotë që s'do t'i vi funi i keq ose shkatërimi të padrejtëve, zullumqarve. Po është thjesht çështje kohe, sekretin i cilës është ke i Malli Zot. Po themi njerëzit nga natyra e njeriu është incituar. Përmend Zotin Kur'an. Kur bie keq, me nxitim lut Zotin fort. Sa bëhet rahat, bëhet shumë kornac. E keni Kur'an. Njeriu kështu kriju thotë. Këtë shikoj s'mune rreziku im. Por njerëzit pse habitën? E para se nuk i njohin mirë këto ligje hyjnore. Ose i din po hutohen, ose i humb durimi. Thos po e gjej gjë këtë, s'po e gjej gjë atë. Ose s'po i vjen funi këtij, ose s'po i vjen sigurt që t'i vi funi. Mori shembull. Nga kimia. Në laborator merr hidrogjen, vej shkrepsen, oksidohet hidrogjeni, del ujë, H2O ujë. Domethënë çfarë është ujë? Hidrogjeni i oksiduar, domethënë i bashkuar me oksigjen. Kjo ujë. Në çast, në rezultat, e shpjegon mësuesi formulën tabel, e bën aty në klas, djeg hidrogenin, dalin hapujt e ujit, e shohin nxënësit, mbaroi. Këtë që i kishit shkrytme, këtë ligj, e pap, natyrë, për punë sekondash. Jep edhe i rast tjetër, ka metale, 2 pllaka metali, se s'po më kujtohet mirë ka 8 vjeçare, tash më duket se ari me argjendin, 2 pllaka, ti bashkosh me njëra tjetër, mos i far kohe, ndërfuten kë njëra tjetër, bashkohen. Në mos qofshin gabum. Thotë nxënësi, i ve pllakat aty mësuesi, ke banko prova, laboratori, thotë nxënësi, shka mos i marrë mësimi, i hap, i largo pllakën nga pllaka, thotë s'u bashkon to. Po prit se do dish edhe gjë. Kjo e ka procesin e gjatë, do vite që të bashkohet. Do i çik trysnit, rrin pa lujt me njëra tjetrën, që këto dy metale të njëjtën saltohen me njëra tjetrën. Pas i gjë, thjesht që kanë kontakt me njëra tjetrën. Kur nxënësi se di që ky rast, ky eksperiment do shumë vite, nuk e di sa vjet, no? Çuditë thotë, ky ligj që tha ky, mësues, është rreth, nuk është vërtet. Kështu thonë edhe njerëzit me këto ligje të Allahut. Allahu nuk i do zullumqarët, Allahu ka premtuar që do i shkatërrojë zullumqarët, sa do të fortë qofshin, po s'punoj, prit. Se ka afatin që i ka caktuar Zoti, pas e ka antikus, që i shtohet jeta, jetë gjatësia një pushtetari zullumqar, ose e shpjeguam edhe radhën e kaluar. Ose një individi, për shembull, tham nga ligjet e Zotit që individualisht një njeri i padrejtë, zullumqar, një nga llojet e ndëshkimit të Allahut i çon një lloj vet më të fortë, më të egër që të lajë gjinovet e padrejtësive që i ka bërë tjerëve. I çon një si vetja vet, po zullumqar tjetër, më të egër, më të fortë. Dhe tham radhës tjetër. Ne kemi ke pushtetin. Ke pushteti, më fak pushteti fillon këtu ke ne, që gjithë se silin nga ne. Një organizim pushtetarësh, një sistem caktuar që bëjnë padrejtësi popullit vet, ose mund të janë pushtues, e sigurt e formës preme që të shkatërrohen. Po kush ja zgjat gjatësinë aty në pushtet? Ja zgjasin padrejtësitë e popullatës vet, sa më të shumta të jenë, sa më të përhapura, të jenë padrejtësitë që i bëjnë njerëzit njëri tjetrit, individualisht ose me organizime të vogla, aq më shumë, i zgjatë tjera pushtetarëve mizor, ose pushtetarëve, zullumqarë për të padrejtë. E thënën e pejgamberit alayhis salatu selam, pushetari mizor është shpata e Zotit me të cilën hakmerët në një populli. Pastaj hakmerët edhe me të vetë, edhe i pa fjalë të dëshkimit, që të kalojmë dëshkim të Allahut. Po kush ja zgjat gjatësinë atij të pushtet? Populli, njerëzit vetë.
me padrejtësinë që i bën njëri tjetër. Ose janë 5 gjona që sillin 5 gjona që e lut Allahun, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e lut Allahun mos t'ju arrin kurr, një nga ato çfarë është? E ma bukur se ky hadith që shpjegon lidhjen shkak pasojë s'ka. Sa herë do bëhet immoraliteti i përhapur dhe haptas, do çojë Allahu epidemi të pangjume dhe të pashërueshme, apo ke sidën. Sa herë që popull të i hynë hak njëri tjetrit, ka dy pasoja, do i vështirësohet jetesa dhe do i çojë pushtetar mizor. Ja ku e ke? Këtu. Sa përqind mizor edhe vështirësi jetese ke, aj sa jemi në të padrejtë. Zoti e di përqind tamam në sidim. Nëna duhet shkaku i smunjes, i lëngatës, që të merremi me veten, dhe të punojmë sa na ka dhënë mundësia Allahu për të rregulluar me një Zotit gjithmonë. Por amo, si që thot Zoti, fe idha gja e gjeluhum fe la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, po kur të vije gjeli afati i Allahut që ka përcaktuar Allahu, as nuk e shtyn, qoftë edhe një çast, as nuk e afron. Ndor Zoti. Tjetër, që Allahu t'ja kujtoj njeriu që gjitha këto ndodhin pa shkatërrimi dhe xhbërja dhe ndëshkimi hyjnor, për popujt zullumqar, për njerëzit zullumqar, vjen i ka nga vetja, ç'a thot, e thot disa vende në Kur'an, wa ma zalamnahu walakin anfusahum kanu yadhlimun, walakin ose zalamu anfusahum la jetë tjetër. Nuk i bëm në padrejtësi, thot i molli Zot, që i ndëshkum, i shkatarom, i zhdukëm, sa me erë, sa me tërmet, sa me fundosje në tokë, me gëlltitje të tokës, sa me përmytje, i keni gjuhë historitë e popullit çdo. Sa me zjarr nga qielli, nuk i bëm në padrejtësi, thot Allahu, por ato vetës vetë i bën padrejtësi. Pra, e bën hak që t'i vinë ndëshkimi i Zotit, dhe shfarosja për Zotit, t'i rrëmbejë ndëshkimi atij, e bën hak, e merituan pra, kur qenë pa drejt me Allahun dhe me njëri tjetrin, pa fjalë dyshimi. Dhe kjo nuk është për ato popull që ne i shohim na për filma, i lexojmë Kur'an, i lexojmë na për libra. Kjo është ligj që nuk përjashton si person. Asnjë person nuk ndryshon sa të jetë jeta në këtë një. Edhe gjë që duhet që e kemi sqaruar, po duhet të sqaruar. Shumë musliman bëjnë pyetjen, si ne jemi musliman, ne jemi në fenë të vërtetës. Ne i besojmë gjithë profetët, ne i besojmë gjithë librat. Ne falim namaz, agjërojmë Ramazan, nuk i bëjmë shok Zotit, themi la ilaha illallah, besojmë Kur'anin, jemi rrugt të Allahut. Pse ne jemi kaq përpëmet? Ose pse neve na bëhen këto padrejtësi, ose pse po vujmë këtë ose atë, ndërkohë që ato që janë pa fe kanë nivel jetese, kanë ekonomi të fortë, kanë ushtri të fortë, kanë siguri, kanë këtë. E sqarojmë tash. Është një jetë Kurani i vetëm që flet në mënyrë drejt për drejt si përgjigje kësaj pyetje që bëjnë njerëzit sot. Biles ka pas e njerëz, unë më mend mas komunizmit, që ky kontrasti mes botës islame dhe perëndimit kuptohet ka qenë edhe i nxitur nga shumë grupe njerëzish, nga shumë media. Domethënë ka qenë sistem mashtrimi, ka bërë që dalin kafeja shumë dhe më thonë shqiptar me origjinë familjare muslimane, sepse i huton të kjo pamje, nga ignoranca. Që thot i Imam Zot? Wa ma kana rabbuka li yahlika al-qura bi dhulmin. Dhe nuk është Allahu i atill që t'i shkatërrojë vendbanimet për shkak të padrejtësisë, tu padrejtësia është me Allahun, pra për shkak të padrejtësisë ndaj Zotit, pra kufrit, mohimit ose idhujtarisë, wa ahluha muslihun, ndërkohë që banorët e këtij vendbanimi janë punë drejqur. Çfarë do ta shpjegojmë? Ta shpjegojmë. Shtet mohus, të pa fe. Shtet mohus, qeveria, pushtetarët, popullata krejt. Mohus Allahut, mohus fesë Allahut, librave hyjnor, krejt. Por amon marrëdhënie ndërnjerëzore janë të drejtë. Çfarë do të thonë? Kanë vendosur ligj?
Dhe atë ligj e zbatojnë si për kryetarin e shtetit, si për atë që pason rrugën, ose është jetim, ose është nazir të pleqve, s'ka asnjë lloj përkraje, ligji zbatohet për gjithë kësaj. Me drejtësi, domthonë me atë drejtësi që ata njohin. Këto quhen punë drejtësor me term kuranor, me këtë ajet kuranor. Pra quhen të drejtë. Sepse përballë ligjit janë gjithë barabartë. Përballë ligjit janë gjithë barabartë. E zbaton ligjin popullata, e zbaton edhe ato që janë në punës shtetit, në cilën do grad pushtetit qofshin. Atëherë, për Allahu që thot, Allahu nuk e shkatërron pra një vendbanim për shkak të padrejtësisë që kanë me Zotin, pra mohimit. Para aq kohë, sa ato janë punë mirë ose punë drejtë, pra janë drejtë marrëdhënie me njëri tjetrin. Kjo është ligj hyjnor dhe mbaroi. Dhe s'ka pse hapitet as i musliman se e ka përgjigjen Kur'an. Që pse popullata muslimane kanë lloj-lloj plagësh, lloj-lloj problematikash në popullin e vet, shtetin e vet, në vendin e vet, në ekonominë të gjitha, ndërkohë që ka shtete që janë pa fe, por amo kanë mirëqenie, kanë forcë, kanë ekonomi, kanë tjera. Një është përgjigje këtë ajet Kur'anit. Atëherë me shprehje tjetër, Allahu përmendit vetë nëse bashkohen dy gjona, në këtë dy njoh, flas vetëm këtë dy njoh, se i popull që është kafir është përjetësisht në zjarr xhehenemit. Ky ligj hyjnor është i pashmangshëm, se është ligj hyjnor, për sa i përket kësaj bote vetëm. Pra, me fjalë tjera, nëse bashkohet, mohimi, flas edhe herë, ky ligj ka të bëjë vetëm për këtë botë. Mohimi i një popullate ose një shteti ecën paralelisht me drejtësinë, me korrektesën punë dhe në marrëdhënie ndërnjerëzore, individ me individ ose edhe popullata me shteti, shteti me popullatën. Janë gjithë kësaj paraligjit e zbatojnë ligjin, janë drejtë me njëri tjetrin. Allahu jep sukses në këtë botë, pra nuk i shkatron, nuk i zhduk, nuk i ndeshkon. Me i marr krejt. Pra, kjo dy njohë, kanë thonë dietarët me fjalë tjera, vazhdon si qenuri, pra në mirëqenien e vet, kur ka drejtësi, barazi, qoftë edhe e shoqëruar me mohim. Dhe nuk qëndron, pra fillon shkatarohet jetesa, kur ka padrejtësi ndërnjerëzore, pa barazi, bashkë me Islam, edhe pse më janë bartës Islamit, fesë Islamit. Flas Islamin si besim, se Islamin po ta zbatosh 100%, patjetër që do kesh drejtësi, do marrësh drejtësi, do jesh korrekt në punë, do jesh i besës, i nërshëm. Patjetër, po flas Islamin zyrtar, deklarim Islamin, jena musliman. Besojmë ato që duhet me besu, janë në rregull me çështjet e besimit. Pra barazia para ligjit nga të dy anët, udhëheqës dhe të udhëhequr, pushtetar dhe popull, e bën që Allahu t'i japi garanci mirëqenie, vazhdimsi në këtë botë vetëm, botën tjetër, ti o muslimon që prej ignorancës që ke, se një fen tatë, se një ligjet e Zotit. Dhe habitësh që thu pse ne jena muslimon, ne jena me Zotin, e përmenim Zotin, e falim namaz pse kena mësu kështu, dhe shko po hira atje në punë, je kokra demelit. Në qoftë se tipet pushtet më ndryshe për njërin, e zbaton ligjin ndryshe për tjetrin, atëherë je drejt shkatarimit ose je të shkataruar me dorët e tua. Ajo që e përmbledh këtë që tham, rastin kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur një grup kapet duke vjedhur, si fillta kjo gruaja, i merrte hua grave të tjera që ishin çik më të pasura, në i fuston për raste dasme se çfarë mund ishin. Dhe në fund fare, kur vinte puna me kthy fustanin ose bizhuteritë, çfarë mund të ishin, ja më handi, thonë, jo s'ka marrë gjë. Atëherë shkon lajmi ke profeti alayhis salatu wassalam. Do i pritet dora. Ligji Islam kështu e ka, u vërtetu, kapi masën e caktuar, jo për çdo vjedhje, ja. Jo se vjedh dikush haj kokër fik ose vjedh i gjys buk apo i buk thjesht me shujt urin, kjo nuk ka prerë dore.
Pides mund t'i pritet dorë se të haj kam xhik, ai që është pushtetar që ka çu gjendin këtu nëse ka faj. Ë? Se mos ta mërnim dënimin me prerë dorën islam për çdo lloj vjedhje. Ë? Mos e zgjas, po ju themi historinë e shkurtër, Umar ibn Khattabi kur ishte halife, thirr guvernatorin e vet në një vilajet tani nga Shami, dhe po shifte sa i drejtë sa i merituar për atë post. I thotë atje ku je ti, thotë nëse kapet dikush duke vjedhur çepani, pres dorën thaj. Ai thotë ajetin e Koranit. I thotë Umar ibn Khattabi ti pris ke dorën, ha? Po ti thotë i ke marr masat që çdo person që kërkon punë ti gjesh punë. Ti i ke pa gjendjen e popullatës që dikush është të vujt për të hëngur, për minimalet, për të domosdoshmet e jetës, t'ia çosh atje, mos të vuj. Ka ato që s'kan mundësi me punu, kurse ato që kanë mundësi me punu, ti i mundsove ato të punojnë, i dhe punë, pastaj i vodhe dhe pastaj ti presën dorën, ja, e shkarkoj direkt nga puna, a hoqe, zëvendësojmë një tjetër. Të kthehemi ka që e lam. Këtë profeti alayhis salam, fizik sa i grusët më rron, kuptohet, dhe i priste dorë, ishte turbi më, më të pret dorë, gjithë jetën dorësh me dorë çon, djathtë. Kush mund i flasi dërguari të Allahut me ndërmjetësu? I thanë ato, kush mund i flasi? Kush mund guxoj me i fol? Përveç se Osama ibn Zeidit, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Hibbu Rasulullah, si të thush, loçka si themi në me shqipëru, loçka zemrës pejgamberit, aq shumë e donte. Osama ibn Zeidi, Zoti qoftë i kënaqur. Ky si me siklet shko ke pejgamberi alayhis salam dhe i thot, u skuq profeti alayhis salam, u bo flak dhe gjithë dinin rrallë nonte. Gjithë dinin që ajo pamje fytyrës profetit alayhis salam tregon dhe për i zemërim shumë të madh. I thot ti po ndjen dorë me son nga me shkel kufi nga kufit e Allahut, pra që kanë ekzekutim dënimi. Me njëherë, Osama ibn Zeidi kërkoi falje Allahut për mua i dërguari i Allahut. Kjo ndryshim i madh i bresit aty në metonin. Jo se s'kan gabuar njëherë sahabët, jo se s'ka rënë një gjinof, edhe që gjinof vetmoja. Po ne themi inshallah do heq dorë, edhe me zor heqin dorë, por sa ato reagonin çast. Direkt nuk i tha jo po kështu. Mund thonë që mund rejt gjithë fisi, mund lutën që shko ki dërgumi Allahut, mund gjithë në justifikim jo. Kërko falje për mund Allahut, oj dërgumi Allahut. Pasi që thot profeti alayhis salam, kjo është. Ajo që tha, qofshin edhe muslimon, do shkatarrohen, do i shkatarrojë Allahu, që ose janë të pa drejt, nuk e zbatojnë ligjin për gjithë saj. Nuk janë shkatru, thot profeti alayhis salam. Ato që ishin para jush. Dhe s'ka thonë ato që ishin para jush nga mohusit, nga të pa fe. Jo. Gjithë me fe e pa fe. Nuk janë shkatru ato që ishin para jush, vetëse kur bënte vjedhje fisniku, pra ai që ishte familje me potencë, i veçum, kishte pushtet. E lenin ligjin pas batu, pra e falshin. Dhe kur vjedhte i dopti, pra populli thjesht, ekzekutonin ligjin. Pra nuk e shkatru vetëse, këtu je prasin e vjedhjes, vetëse kur nuk janë gjithë të drejtë para ligjit, dhe ato që kanë për të zbatuar ligjin, nuk e zbatojnë për gjithësoj edhe marroj. E lutim Allahun ta mësoj atë që së dimë dhe ta shtoj ditunin. Na jap dobi nga ditunia që në dhuron, dhe na ruaj nga ditunia që nuk ka dobi. Na ruaj nga zemra që nuk bindet për mallnin e tij, nga nefsi, nga uni që s'ngopet dhe nga veprat për të cilave ai nuk kënaqet. Na ruaj nga lutjet që s'kan përgjigje. Allahu na bashko vetëm për punë mira dhe me njerëz të mirë. Për punë mira që e kënaqin mallnin e tij. Allahu na fal gjinafet neve, prindërve tanë, krejt muslimanëve dhe muslimanëve, dhe na bashkohet gjithë me pejgamberin alayhis salam në xhenet dhe në atë botë dhe në këtë botë me robët e mirë për punë mira. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ecma'in.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.